Këtë histori ma ka treguar gjyshi, një burr që i mbante kujtimet si pasuri të shenjtë. E tregonte ngadalë, me zë të dridhur dhe sa herë përmendte emrin e mërsimit, sytë i mbusheshin me lot. Ky djalë, thoshte ai, ishte vetëm 17 vjeç, por kishte zemrën e një burri që se tremb as plumbi. Në fshatin ton të bukur malor, buzmadhja që shtrihet në prerin e 3 maleve, jeta rriste e qetë, por në hijen e luftës. Në përshtigjet e ngushta, kalonin herë pas herë partizan me pushk në krah dhe njerëzit i përcillin me sy e me lutje. Nga ky fshat kishin dalë djem, trima e vajza burnesha, që nuk dinin të uleshin kur adeu i thërriste. Midis tyre ishte edhe Qazimi, babai i Mërsimit, që kishte 3 vite në brigadën e 5 partizane. Një ditë pranvere, kur dielli sapo kishte dalë mbi bjeshkët e tejës, Mërsimi po kulloste dhënt në lëndinat e gjelbra mbi fshat. Era frynte butë dhe bari tundej lehtë, por në ajër ndjehej një zhurmë huaj. Kërcitje armësh, zëra urdhërash, këngë partizanesh që po kalonin përmes pyllit. Ishte brigada e 5 dhe në mesin e tyre ndodhej edhe babai i tij, Qazimi. Mërsimi i rau zemra fort. Ai nuk mund të qëndronte më thjesht si një djalë bari. E ndjente se vendi kishte nevojë për të, për çdo zemër të re që rrihte për liri. Pa menduar gjatë, ai la dhënt në lëndin dhe i dërgoi fjalë nënës që ta bekonte. "Shko bir", i tha ajo me zë të dridhur, se nuk ka më nder për një nënë sa ta di që djali i saj lufton për adeun, dhe ashtu, me sy që i shkëlqenin nga drita e vendimit, Mërsimi ju bashkua partizanëve. Lufta ishte ashpër. Ai luftonte krah për krah me komandantët e njohur, por mbi të gjitha krah për krah me të atin. Në zemrën e tij ndiqej dashuria për tokën ku ishte lindur. Netët i kalonin në male, ditët në beteja, pushka e Mërsimit nuk pushonte dhe guximi i tij e bënte të dukej më i madh se mosha që kishte. Kur brigada e 5 kaloi në territorin e Kosovës për të çliruar troje shqiptare përtej kufirit, dhe Mërsimi ishte aty. Kishte ditë që s'kishte ngrënë mirë, por syt i diqnin nga vendosmëria. Në një përleshje të ashpër në Sanxhak, një plumb e kapi në kraharor. Ai ra, por nuk e uli flamurin. "Mos e lini flamurin të bjerë", tha me frymën e fundit, dhe ashtu me buzëqeshjen e lehtë që vetëm të pastët e shpirtit e kanë, mbylli syt përgjithmonë. Në kohën e pas luftës, dëshmorët si Mërsimi u nderuan me ceremoni, me këngë, me buzë e përmendore. Shkollat mbanin emrat e tyre dhe çdo familje që kishte dhënë një djalë për adeun ndjehej krenar. Por vitet kaluan. Me kohën shumë prej tyre u harruan. Përmendoret u mbuluan nga bari, pllakat u zbehen dhe zërat që dikur këndonin për ta ushuan. Vetëm kujtimet e gjyshërës si imi i mbajtën gjallë në tregime, në darka dimri, në rrëfime që e bënin frymën të dridhej nga mallëngjimi. "Mos harro bi", më tha gjyshi një mbrëmje. "Dëshmorët nuk vdesin kurrë, përsa kohë dikush i kujton." Dhe unë e ruaj atë zë në kujtesë. Sa herë kaloj pranë varrezave të dëshmorëve në Tiranë, ndal pak dhe kërkoj mbi pllaka emrin Mërsim Qazim Bresa. Aty më duket sikur dëgjoj përsëri zërin e gjyshit, dhe në shpirt më ringjallet historia e djaloshit që la dhënt për të fituar lirinë e kombit.